edhe? Po, edhe pastaj kam vizitu disa herë, edhe tani unë punoj online, më të jetoj ku unë dua, edhe kam zgjedhur Shqipëri. Sa vjetë ke që jeton full time këtu? 2. 2 vjetë? Po. Në Durrës jeton? Jo, në Tiranë. Në Tiranë? Po. E shumë mirë. Po, normal. Sepse Durrës është pak qetë në dimër, nuk është për mu, sepse unë jam nga Amerika, jam mësu me zhurmë, me shumë njerëzit gjatë vitës. Zhurmë, dile të ke kalaja, zhurmë, sa të duash, nga mëngjesin darkë, vetëm njerëz si ecin, ne vetëm për zhurmë mos kemi rak, se aq shumë për tasim, edhe kur hipën në pallati dëgjon gjithë shkallët që bëjnë muhabet me njëri tjetrin. Ku jeton, cilën pjesë Tiranës? është sekret. është sekret, harrohen që Amerikanët i kanë sekret to, se ne shqiptarët i qajmë hallit dhe me banoj këtu, kam ati, kam komshi filanin, komshit nuk i njef. Po, shumë. I njef dhe komshit, ha? Po, janë miqë të mi normal. Janë miqë tu komshit? Po jeton vetëm, apo? Unë jetoj me një shoqe. Jeton me një shoqe? Dhe punon nga këtu për në Amerikë? Po. Do më thënë punë distancë? Po, qështu. Po pëse zgjodhe Shqipërinë? Qëfar të pëlqeu nga Shqipëria? Kam zgjedhur Shqipëri edhe për shoqen time me fëmijët e saj, edhe për njerëzit në përgjithësi, sepse Shqipëri ka njerëzit më të mirë në botë, ndoshta, edhe ka natyrë të bukur. Jepi animi duar trokitjen a bëjë më të mirët në botë. A, mos traf pallë me shqiptarë, se pasaj i shef sa të bërë, janë, po, shumë përgjithësi janë mikpritës. Është realisht popull mikpritës. Sillen mirë me ty? Qish? Sillen mirë me ty kur i takon njerëzit? Po, gjithmonë. Gjithmonë? Po ushqimi shqiptarët pëlqen? Po, specat të mbushur është ushqimi i preferuar. Hajde, dhe nga Amerika me specat mbushur. Mos më thuaj që ha dhe Imam Bajaldi. Qish? Imam Bajaldi, di qa është? Ja. Patlıgjani mbushur. Aha, po mirë. Nuk kam provu një herë. Imam Bajaldi kështu që si di goza? Ka mo Imam Bajaldi. Po hëngre Imam Bajaldi një javë nuk qosh nga krevati. Se nuk e tret dot. Aqe rëndër. Do të specat e mbushur të pëlqejnë, punon nga jo, po Shqipërinë e ke vizituar në një qik? Po, kam qenë në shumë vendet tjera. Po ke qenë? Edhe shumë në jug, Saran, Vlorë, Himar, edhe në Veri, kam qenë edhe në Shkollër, Kukës. Jam gjithmonë në Kukës, në fakt. Je gjithmonë në Kukës? Po. Qa bërë Kukës? Hiking, ngjitje. Ngjitje në Kukës? Po. Ta shi du të da bëjë emri Amerikane nga Kuksi. Po, jam Amerikane nga Kuksi. Si që kemi italiane nga Durrësi, Amerikane nga Kuksi. Gjdo herë shkon Kukës për hiking. Po. Të pëlqenë? Kush është zona që të pëlqenë më shumë? Shtegu në gjyrave. Shtegu i ngjyrave? Në fakt është nga vëndet më të bukura. Novosej, Shishtavec, Shtegu i ngjyrave që ngjitesh është mrekulli. Aty janë plajat më të mëdha të Europës, si plaja që vazhdojnë deri në Maqedoni edhe në Kosovë. Pas ke mësuar Shqipërinë, pas ke bërë na. Do rish gjatë? Mendoj po. Mendoj që po. Mendoj po që do rish? Po. Kështu që tani nuk kam që ati them Majës, Maja e pas ka tjetur mëndjen. Nga cila zona Amerikës ishe Maja? Jam nga Ohio. Nga Ohio? Po. Nga Ohio? Columbus, Ohio. Po, e di. Wa. Nga Ohio edhe gjete shtegun e ngjyrave. Qashtu, wa. Vendi më i bukur në botë. Mos nxirrim, duket se më keni nxjerr atë që transportojnë fletët e votimit. Ajo ishte e stratë. Qive si është shtegu ngjyrave? Tu janë plajat më të mëdha të Europës, zyrtarisht, dhe është nga... Nxirë njerë kuajt, mi hoqe kuajt, sa e kuaj veshte. Këtu janë edhe kuajt gjysëm tegër, nëse i quajmë këshu, sepse banorët e zonës i lënë në gjëndjet lirë edhe i thrasin kur kanë nevoj, si që shtret Alice qofte, edhe ata thrasin kalin që të vi, në momentin që duhet, pjesën tjetër të kohës kali rritet krejtësisht në gjëndje të egër. Tani, Shannon, nga Manila, sa vjetë ke në Shqipëri? 11 muaj. 11 muaj? Po. Edhe fletë Shqipën? Po. Ua, jepini më i duar trokitje 11 muaj. 11 muaj edhe fletë Shqipë. Po, jo shumë, javash, ama unë koprovë Shqipë. Javash, po mësove javash, ke mësoj gjyshme në Shqipës. Në Shqipëri, i lafi parë që mëson është no problem. No problem, Shqipëri. Dhe i dytë është javash. Këto janë të dyja që t'janë në regull. Je knaqur? Më falë? Are you happy here? Po, jam shumë i lumtur të një Shqipëri, sepse
Ka chance për jeta, për gjiro, për punë, të punë country tjetër. Shishi, të pëlqen puna këtu, ë? Po, më pëlqen puna të, sepse pasionime të punë e kuzhina. Jam punë e kuzhina. Në kuzhinë punon? Po. Jo, qa bën në kuzhinë? Sushi? Jam ndimse kuzhinierë. Ndimës kuzhinjere? Po. Ti vetë? Po. Po, qa restoranti është? Restorant në Mërdit. Restorant Mirdit? Po. Tradicionale. Ndimës kuzhinjere nga Filipinet Mirdit, ma e. Hajde, Shannon. Po Mirditën, si u gjenden Mirdit? Ti në Mirdit a shishin në Logara, ju ku marrë vesh ku jeni shpura. Nuk po flasë për peshkopjesin. Di branin se është gjë tjetër. Edhe ndimës kuzhinjere në Mirdit. Po qa gatuan ti si ndimës kuzhinjere? Për gjitha me gato pilav, das qebab, për gjitha. Tas qebab, pilav, gjitha. Pilav, filet të pulle me pana, mish me lagra, pastërma. E ka mësuj, bërek. Edhe byrekun e mësove? E për ti e merke pasaportën e para. Ja kriteri. Tani pasaport. Tre leqe tradicionale. Kur të thanë që do vjen Shqipëris, u hutove në i qik? Në momentin që thanë që do vish në Shqipëri, që do jetë vjen Shqipëri, dje në i gjë për Shqipërin? Po. Qarë dje? Did you have any idea about Albania before coming here? Yes. Unë jam Google në telefon. Me Google në telefon e gjithë Shqipëri? E gjithë me Google qonë në Armeni Google i po. I po më mirë. Dhe je e knaqur në Mirdit. Në qëfar zonë në Mirdit? Ku në Mirdit? Në Reps. Në Reps? Po. Mos jetë ato dy buzë rrugës të mdhaja të Reps? Au, që nga ka i ndalimi buzë rrugës. Ku shikën rrugën e veriut ndalon? Në BT jam duke quen, janë dy, po. Janë dy nga ato, do dhe në ti shërben a dy. Po. E po, prandaj ishta që mirë pula me pana, kur hamra unë në fundë. Ta një e gjitha sekretin, një epi ani duar trokitje. Herën tjetër që do vi, të garantoj do kërkoj byrekun e Shannonit, do them. Po. Byrek me... Me qëka me gatu? Byrek me mish, byrek me spinaq, me qep dëmate, me gjithë. Janë gjitha. Të gjitha i bën, ha? Po. Po petët i hap veta? Petët, po. Për ditë. I hap vetë petët? Petët, buk. Janë gjitha. Të gjitha? Po. Ku e mësove ti? Po mirë ti e ndimës kuzhinjere, po kuzhinjerin qaj ke? Kuzhinjera shqiptare. Shumë respektem për kuzhinjera. Shumë respekt për kuzhinjerin. Ajdo shqiptarët edhe a shishi e kishte mirë me pronarin këtu. Po shive, byrekun e bë ka vetë, petët i hap ka vetë. Ta gjitha i gjë që s'di ta bësh. Byrek me qumë është di? Po. Tani mos më thoni ma, ju amori dhe juve të publikut. Edhe byrekun me qumë është, kështu që është në... Petla me mbush me... Edhe petla? Po me mbush me prosciutto djatë. Ti që ke për shefe, që shefi më duke do ka për restoran tjetër. Të pëlqen Shqipëria? Po, jam shumë i lëmëtër të në Shqipëri. Sepse njerëz të shumë i pozitivë. Ashtu, ë? Po. Po njerëzit sillen mirë me ty? Mirë. Shumë mirë. Shumë mirë? Po. Ani nuk kam qatë them, ma. Do vëdhën, këtu eksperte për këshilla keni italianën nga Durrësi, që ka shumë vite, Anastasia, po ka një jetë këtu, që është, janë nën të huaj.